Është hedhur ideja se një manifestim i tillë mund të mbahet edhe në Shkup. Absolutisht, manifestimet tilla janë bërë gjithmonë, ajo që janë bërë gjithmonë dhe Shkupi sigurisht ashtu siç është Tirana, ashtu siç është Prishtina dhe ashtu siç janë gjithë shqiptarët kudo që janë, do gjithmonë do vëhet në mbrojtje të vlerave të luftës, pa dallim ngjyrimeve dhe ajo që është më e dhimbshme në gjithmonë, ajo që na dhem më shumë neve si pjesëtar të UÇK-s është tendenca e disa individëve apo strukturave politike për t'i dhënë ngjyrime politike organizimeve që bëhen në mbrojtje të luftës. Dhe apeli jon gjithmonë ka qenë që pavarësisht se ku do të mbahen organizime të tilla, nuk do të mungojë masoviteti, vetëm se duhet me pas shumë kujdes që individët cilët janë bartës të këtyre protestave apo forcën e këta protesta mos jenë njerëz që bartin funksione partijake dhe politike ose njerëz të cilët shumë shpesh fshehen mbas UÇK-s për interesa personale. Si e keni parë debatin politik që lindi kryesisht ditën e djeshme, pati përplasje në distancë mes Prishtinës, Tiranës, në Tiranë, po ashtu jo rradh ka ndodhur edhe në Maqedoni të Veriut të ketë përplasje? Absolutisht, kjo është ajo që u them më shumë gjithë ushtarëve të UÇK-s, gjithë familjeve dëshmorëve, gjithë invalidëve të luftës, kur ato i shohin shqiptarët të ndarë, veçanërisht kur ata janë të ndarë në kauza të tilla siç është UÇK-ja, që është padyshim që është vlera më e madhe kombëtare që kanë shqiptarët në shekullin 21. Ju e keni parë që në çdo stadium ose në çdo tubim ose protestë tjetër, ajo që gjithmonë thirret mbas përcaktimeve ndryshme është keni parë në stadiumin Air Albania ose kur lën Shqipëria, gjithmonë ajo që i bashkon shqiptarët në thirrje është UÇK-ja. Kështu që çdo tendencë për ta përlyer politikisht UÇK-n nga individ caktuar, pavarësisht çfarë forme apo çfarë përfaqësojnë politikisht, është një tendencë për ta denigruar vlerën e UÇK-s. Prandaj ne gjithmonë bëjmë apel që kur është në pyetje UÇK-ja, kur janë pyetje mbrojtje të vlerës kombëtare, politikanët e kanë obligim edhe moral edhe kombëtar të jenë bashkë. Zoti Oda, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Kënaqësi si gjithmonë dhe mirupafshim në Tiranë sot. Mirë ardhshi. Mirë.